Jo, 5 minuta. Çfarë ore zgjohesh, Astrid? Si gjithmonë orë 6. Në 6 të mëngjesit, ë? 6. Po kur fla, në çfarë ore? Në ora 8:30. E Lodhem gjithit. e darkës. Lodhem gjithit edhe Sa orë ndan këtu duke qëndruar në baktin? Në vare tani, në vare. Ej, se unë nuk kam vetëm baktit. Dhe shkoj shtëpi, filleve kam punë tjera. Çfarë punësh ke? Shumë punë, kam zogj e fjallë. Kam zogj aty që do të kujdese, do të hanë, do të pinë ujë. Kam dhe shpinë aty. Për kështu që rri, po të thush, mëse 10 orë dhe në kam. Thonë për tregtarët që, ose për njerëzit e fshatit që janë hileqar. Për shemë. Janë hileqar. Në shkuptim, në drejtim, hileqar. Nuk punojna. Jo, Për shemë. kur vjen puna tek tregtia. Tregti, për tregti, qa tregti ka fshati tani? Bën hile fshatari? Për shka dhe më filis? Ne e shpa e se do të pa hile jo mi hi. E ke holluar ndonjëherë qumshtin me ujë? Me ujë qumshin. Që ta shesësh. Nëse shesim do të qumshin pa ujë jo me ujë. Nuk pa shesim do të pa ujë. Pa ujë. Nuk pa shesim do të pa ujë, jo me ujë, nuk bandë maki. Sepse? Arsyeja. Gjithmonë gjofshën do të shes qumshin, u kam të 3 juve klient. Shemu. Se unë qumshin shetë pajtur. A që të tjeti. A i të më thotë mu, Astride, sot qumshin nuk ishte si dje. Arsyeja tjetë, do këtë ujë. Se arsyeja tjetë s'ka. Atëra, o do largohet klienti, edhe unë s'kam interes, kështu që unë do të shes pa ujë, që të me klienti që të shetë. Të ka pëlqyer gjithmonë tregtia, Astrid? Jo, e kam lutur tregti. Po, kam punuar. E ke punuar në tregti, Po, kam punuar në tregti, po. Çfarë ke patur qef të bëheshe? Atëherë unë kam punuar më shumë me baqë, shes një shelti, shes në i bame, shes në i qepë, si shigu, me qa prodhoj shes. Ti vetë ke patur qef të bëheshe biznesmen? Jo. Neve më tepër neve ka qenë halli që na ka shtyrë. Se të merrem me këtë punë, po jo se kam pas qef që të merrem me biznes. Jo. Pse, çfarë do kishe patur ti qef në të vërtetë ishe? Shiko, thënë, që ti jesh biznesmen, unë mendoj që flasë për ata që ishte pastë. Po sot, gjim në biznes të pastën e sot, për moment, unë besoj se jo. Çfarë bën njeriu të jetë hileqar? Shiko tani, e konsideroj marim, po shkojmë tek një treg. Ku shesin gjithë domate, perinë, kur atje më vezër, gjitha. Shikon atjeri, ai tjetër çmim. Eshte 7 metra më të tjeri, tjetër çmim. Po dalë azo. Ne bashkë i murëm këto atje në treg. Sa morë ti, morë unë. Ti ka straveshë 1200. Ai 1000. Domatja në treg 1200. Ti 3000. Po nga atje, për 200 metra, arrin kjo pëse me fjallë për 200 metra, duke ti kërkon të marrë fjallë vjen 2000 se lek. Na e kemi fjallë që nuk jemi të pashtë. Ne e dim, jemi tepër sinqerë se sa kemi marrë madhen, po jemi me këte që o burrat të qvasim. Po bra, po pse bëhemi ne hileqar? Shiko, tendenca ishë për të... Cila është tendenca? Tendenca për të mbledhur më shumë para. Për të qenë, për të rrahur ata si të thush, që ja, me fjallë, sot nuk merret, me fjallë konsideroj shoqëria, as shoku, as miku, madje as vllai. Sot është paraja. Po pa të para, nuk me nërë nuk pyet as për je, me fjallë, kjo është tendenca. Kush të gërmëlloj, ose kush të rrahi më shumë para. Me fjallë, ne nuk du ndimë. Pra ti mendon që njeriu mes njeriut edhe para zgjedh para? I shumë i egër. Zgjedh para, po, zgjedh para. Po. Nuk do t'i as për shok, as për i gje. Ti e ke qef paran? Jo, në krasim. Për një shok. Për një mik. Qoftë edhe për një gjë se dua. Kur vjen puna, do të qëndrojmë ashtu si dua. Nuk shpuna për para, po dërmohan ata atje, jo ne që e marrë me cikje, dhe ata që janë atje sipër, po dërmohan për para. Po që kjo pyti që e kam qef paran, çdo njeri e ka qef paran, edhe Trumpi e ka qef paran. Po fjala ishte, nuk duhet dominoj paraja, duhet dominoj shoqëria.
Paraja vetë vjen. Një shok s'ke ku e gjen, një mik s'ke ku e gjen.